A është të vërtet se krimi më i madh është shpifja se sa vrasja? Inshallah kush shpif e dënon Zoti. Fjala në Kur'an el fitnetu ashaddu min al qatl, fitneja është më e rëndë, më e madhe, më vështirë se sa vetë vrasja, është për qëllim kufri. Ku në atë kohë i kanë marrë besimtarët, i kanë shtri për toke, ju kanë vullë thikën, shpatën, armën, fytën, në trupe dhe i kanë thonë, bën kufër, dil prej fesë. Allah Azhjel ka thonë, kjo sprovë, për ata gjunaqarë është më e rëndë se sa me mytë qatë njeri, se sa që ka pëja bëjnë ato sene. Se për këtë shpifjes, dhe më thonë morale, tjere, na themi ka raste kur është më e rëndë kjo se sa vetë vrasja. Por jo gjithmonë qëndron kështu, dhe nuk është si me thonë për dikon po rren, si me thonë për dikon ka ba moralitet, si sa mu që me e vra. Në parim jo. Po aj që shpif në moral dikuj tjetër, mirët e dënohet. Dënohet për shpifje. Po aj që e myt tjetërin, aj dënohet me vdekje. E ke parasysh. Dhe me thonë jo gjithmonë qëndron kështu kalup që ke përmend ti. A është me raste ma dëmshme po. Po me raste është ma dëmshme ku shpif në moral tjetërit, që ota i tjetër e myt bashortin, edhe bëhat pra edhe shpifje edhe vrasje. Allahu na rujt, Allahu na rujt.